Përshëndetje, unë jam Albi dhe kjo është agenda juaj këtu në InTV. Nga një super fundjavë tek tjetra, argëtimi nuk stopon në Mumia Club përkundrazi këtë herë do të vi akoma më hot. E them këtë pasi disa hije më të errëta të muzikës së tij do të na tregoj këtu të premte DJ Kas nga Athina, për të mos folur pasaj për të shtunën, një mbrëmje me maska, ku nuk do t'ju duhen syt, por veç veshët për të ndjerë dhe shijuar muzikën e luajtur nga DJ Sardi. Mos mungoni. E përfolur si një nga dramat erotike më të famshme në mbar botën, 50 Shades Darker vazhdon të shfaqet në sallën komode të Millennium. 146 milion dollar fitime në vetëm një fundjavë nga dalja në kinema. Ndonë se kritikat për këtë film kanë qenë dhe do të vazhdojnë të jenë mikse, ja vlen të përjetoni përmes ekranit të madh skenat e nxehta, por kuptim plot të dy shesa aktorëve, Dakota Johnson dhe Jamie Dornan. Këtë Shën Valentin festojmë ndryshe, harrojnë mbrëmjet e mërzitshme pasi këtë 14 shkurt. Tiranë do të pushtohet nga 30 artistë nga e gjithë Europa, të cilët përmes muzikës së tyre do të shpërndajnë dashuri në 14 baret më interesante të kryeqytetit. Hugo, Charles, Vinyl me Padam, Hemingway, Novel Vague, Tulla, Easy, Iron Brush, Dada, City Art, Coffee and Coffee apo Destil, ku do të shihoni gjithashtu edhe Blood and Tears, një ekspozitë mjaft interesante me foto nga Donald Brau. Nëse humbët premierën e saj për gjatë fundjavës lan pas, mos u shqetësoni pasi komedia, çfarë pa kryeshërbëtorja, vazhdon shfaqjet e saj pranë teatrit eksperimental. Një super lojë aktorësh me semrash të njohur si Genci Fuga, Medi Malkaj, Gazmen Paja, Rozi Kostani, Laura Nezha apo Ilia Kaçi. Tronditje, neveri të qeshura, të gjitha së bashku në regjinë e Kiço Londos dhe skenarin e Artur Lenës. Nuk e themi kot që Shqipëria dhe Kosova janë një. Tre janë artistët nga Prishtina që kanë marrë përsipër të na kënaqin këtë fundjavë në Arena Club. E nisim të premte me këngëtaren simpatike Mimoza Shkodra, për të kaluar të shtunën tek dy repera super të talentuar të familjes Babastar si Onat dhe Mike. Artist hitesh që ju keni fatin të shihoni live vetëm në Arena Club. Kishte si të mungon të agendës tonë eventi i papar që do të ndodhë këtë të njëjtë në Zone Club, ambient perfekt në Prishtinë ku së bashku do të festojnë pavarësinë e Kosovës. Një festë kjo e madhe që edhe këtë vit do të ketë përkumbar DJ-n e njohur botërisht në skenën elektronike Ricardo Villalobos. Por jo i vetëm, pasi Sonja Munir dhe Hajdar Berisha do të jenë shoqëruesit e tij për gjatë natës. Biletat janë ende në shitje, për më tepër shihemi në zonë. E pra miq të InTV, ishte kjo vetëm një pjesë agendës tuaj për këtë javë. Për më tepër vizitoni faqen tonë intv.al. Nga unë Albi, kaloni sa më bukur.